aty brenda janë veshët, është trupi i njeriut, aty brenda është mendja jonë, aty brenda është se si do buzëqeshim, se si do përqafojmë tjerët, se si do ta kemi zërin, mund të jemi një këngëtar të famshëm, ose mund të kemi një zë të ngjirur, ose mund të kemi sy blu, sy të zi. Pra aty brenda asaj që vetëm ajo që liz, i ka këto informacione në gjithë këtë univers në të cilin ne jetojmë. Dhe për këtë arsye, ajo ndërprerja e shtatzanisë në mënyrë të vullnetshme është për ne një krim, është një vrasje. Dhe në këtë rast është e agravuar, sepse është vrasja e një të pafajshëm, i cili nuk mund të mbrohet, dhe të vetmi mbrojtës që ka është nëna vetë. Ose personat që e rrethojnë, se nganjëherë edhe nëna detyrohet. Pra, në këtë rast për Kishën Katolike nuk mund të negociohet ky, sikurse nuk mund të negociojnë edhe disa parime tjera, sikurse është eutanazia për shembull, ose sikurse janë çështjet e fekondimit në përgjithësi, ata heterologe apo bankat e embrioneve e kështu. Pra, hyn ose familja, për shembull familja e bazuar mbi martesën ndërmjet një burri dhe një gruaje, dhe vetëm një burri dhe vetëm një gruaje, janë këto njerëz gjinipër. Këto ne i quajmë parime të pa negociueshme, për cilat ne mendojmë që nuk ka të drejtë asnjë parlament me çfarë do lloj mazhorance, të kualifikuar, të pa kualifikuar, me 3/2, me 2/3, me kështu, të vendosi, sepse asnjë autoritet politik nuk mund vendosi mbi këto gjëra, sado konsensus të ketë. Prandaj edhe nuk thjesht thën kjo pastaj në Kishën Katolike ka një hapje ndaj personave të cilët kanë kryer këto akte, pasi kur mëkati i njeriu dhe e keqja e njeriu nuk mund të tejkalojë dashurinë e Zotit. Dashuria e Zotit është gjithmonë diçka më e madhe. Atëherë çdo njeri ka mundësinë, duke mos i hequr asnjë presë fajt që ka bërë, ka mundësi që të rifillojë një jetë re me Zotin edhe me bashkësinë e krishterë. Sigurisht, pavarësisht të tërës, profesor Tushi, ne i referohemi praktikës ku e drejta e individit për zgjedhur si në raport me fenë që do ndjek apo si në raport me zgjedhjen që do ndjek, praktikat e lirisë demokratike na kanë ofruar hapësira të tjera. Dhe në rastin konkret ka dhe arsyetime njerëzore, jo arsyetime hyjnore, për zgjedhjen e realizimit një aborti, apo edhe të lindjes një fëmije në rrugë artificiale duke marrë bazën gjenetike të mirëfill, që një zgjedhje një familje për të qenë, ju e dini shumë mirë se jeni prind si unë që fëmijët janë shumë të rëndësishëm në një familje. Si e gjykoni këtë në rastin shqiptar? Po, unë besoj që feja ka konceptin e vetë për disa gjëra dhe në një farë mënyrë është tradicionaliste dhe konservatore, si që janë problemet qëndrimet që mbanë për abortin, për familjen, për homoseksualizmin, etj. Ndërkaq, shoqëria ka ecur drejt një prirje liberale dhe është në kuadrin e lirive dhe drejtave të njeriut, disa liri dhe drejtat cilat janë zgjeruar, janë shtuar, janë integrale. Janë konsiderale kurse në vuajtje në familje në momente të caktuara. Po pra, sigurisht. Ato kanë kuptimin, prandaj dhe kanë ardhur, njeriu prandaj ka kërkuar, dhe për to është bërë një betejë e madhe, natyrisht betejë mund të jetë bërë edhe midis moralit fetar dhe moralit laik, divorci, aborti, se ne këtu i kemi aplikuar me telefonata, i kemi bërë ligjet pa debate publike, edhe njerëzit nuk e dinë çfarë do thotë të vendosë ligjin e abortit. Pa diskutim. I kanë marrë të gatshme, pa informimin dhe formimin e duhur të tyre. Mendoj që pa shkuar të këto të tjerat për të mbajmë vetëm të problemet e abortit, sepse janë disa gjëra të tjera, janë disa fenomene të reja që kanë hyrë në jetën shoqërore dhe në jetën shoqërore, dhe që po bëjmë presion për disa gjëra prej tyre për të marrë dhe drejt në qytetarisë, dhe her pas here ngjallin dhe probleme dhe debate në opinionin shqiptar, sepse natyrisht edhe morali shqiptar dhe shoqëria shqiptare me gjithë prirjen liberale dhe natyrën individualiste, ka disa paradigma, sepse natyrisht nuk mund ta marrë shoqërinë ta bësh tjetër, ta përmbysësh kështu, sepse nuk është një operacion mekanik që ti vësh tjetër moral, ti thua se ja. Kjo do ishte një aventurë, kjo do ishte një turp social. Gjërat ecin natyrisht duke respektuar, veçanërisht duke respektuar gjërat që kanë të bëjnë me pakicën. Kjo është kuintesenca e demokracisë. Domethënë të ruajmë jo vetëm të drejtat e mazhorancave, qofshin këto për lidhje me martesën, qofshin me gjëra të tjera me moralin,
ruajtja e minorancave, çfarë do lloj qofshin këto fetare, laike apo qoftë seksuale, janë të domosdoshme në një shoqëri moderne, ndryshe ajo nuk është moderne. Lidhur me abortin, debati është historik. Dhe vazhdon edhe në ditët tona betejë midis fesë edhe shoqërisë laike. Madje ka dhe shoqëri të tjera që nuk e kanë vetëm çështje në betejë vetëm me konceptin fetar, po e kanë edhe brenda shoqërisë debatin, për shembull midis politikës zyrtare dhe qytetarëve, ata e majtës dhe djathës majtës e djathës është e sigurt që e djatha gjithmonë është për familjen, është më konservatore, mban qëndrim ndaj abortit, është kundër homoseksualizmit e tjerë, e majta shfaqet më liberale në këto koncepte, po natyrisht majta dhe të djatha që janë më klasike, që janë më të pozicionuara sakt në programet e tyre, jo të majta dhe të djatha që nxjerrin ide shumë në betejë dhe në luftën për pushtet. Çështja e abortit është e drejtë e njeriut. Është e drejtë e gruas në rast parë. Domethënë, parimi i parë universal i asaj është që të drejtën për ta mbajtur ose për ta abortuar fëmijën këtë ka gruaja. Dhe kjo është një fitore e madhe e gruas. Sepse natyrisht unë jam dakord edhe nga pikpamja laike, nuk është e drejta që të bësh abort në çdo kohë. Feja thotë që në momentin ka numrin e javëve deri kur e kufizon e bën në mënyra empirike edhe kriminale. Gjëja më e mirë është duke e bërë në mënyrë kriminale dhe në rrugë tjera humbet jo vetëm humbet dhe nënën. Pra, feja ka gjykimin që tha Dom Gjergji që në momentin e ngjizjes për atë embrionit ata e quajnë njeri. Shkencat laike thonë që jo, në atë moment deri në 12, 13, 14, deri në 20 javë nuk është mundet të intervenohet dhe të bëhet aborti. Tani, aborti ka problemet e veta. Për shembull, aborti selektiv është një fenomen i ri që ka dalë në shoqërinë edhe tonën. Edhe është një fenomen aziatik. Ka nevojë për vëmendje. Vëmendje. Është një fenomen aziatik që ka Kina e ka India. Për shkak edhe të popullsisë madhe. Po pra, Kinës i mungojnë 40 milion femra, pikërisht i mungojnë sot 40 milion femra, për shkak të politikës nataliste që ndjek qeveria kineze, e cila në 76-ën lejoi duhet kishte një fëmijë, pastaj e pa që ato fëmijë kur lindin vajzë, ata i mbytnin, e lejoi që nëse është vajzë të bësh dhe një provë tjetër, domethënë, nëse bën djalë dhe nëse s'bën djalë, pastaj do të kesh ato dy fëmijë. Pra, aborti selektiv ka fituar edhe tek ne. Ka pasur një dokument të Këshillit të Evropës, dhe ne kemi bërë diku në një studio një debat me përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë, sepse flitet që edhe në Shqipëri ka filluar përdorimi i mjeteve teknike që lejojnë mundësinë që të identifikosh gjinin e fëmijës, e fetusit, të japin mundësi që të bësh abort selektiv. Aborti selektiv është abort kriminal. Është i papranueshëm. Pra të largosh fëmijën, ta heqësh vetëm pse është vajzë, zakonisht për vajzat bëhet. Pra qen ka fëmijë. Pra qen ka njeri. Është fëmijë, pa diskutim. Është fëmijë, po ti e heq për këtë motiv. Në një moment X biologjik, nuk e përcaktojmë. Ma thuaj, në cilin moment e përcaktojmë? Cilin? Në cilin moment e përcaktojmë që është njeri dhe nuk është muaj të shtatzanisë përcaktohet. Tani nuk e kam të qartë deri ku se sa muaj. Fakti që ligji e ka parashikuar. Është 3 muaj. Vetëm se çështja është kjo që unë nuk kuptoj një gjë, se pse ky fëmijë ose ky njeri 1 minutë përpara se të mbushi 3 muaj nuk qen ka njeri dhe 1 minutë mbrapa qen ka njeri. 1 minutë, po të lexojmë ligjin, padyshim që ligji është kaq simplicit. Jo, është me javë, është me javë. Deri në javën e 23 lejohet të bësh. Biologjik të konsideruar në konceptin juridik. Nga pikpamja juridike është kjo. Nga pikpamja morale dhe fetare. Kaloi ora 12, ti me ligj kaloi ora 12 nga dita e ngjizjes, kaloi ora 12 e natës, se zem qoftë është ngjizë 3 mesit, kaloi ora 3 mesit, a nuk e di tani. Kaloi ora 3 e 1 minutë, ti ligjërisht nuk përndiqesh. Shkon tek mjeku dhe e heq. Ligji nuk është i përsosur. Jo po në rregull, atëherë çështja është kjo. Unë pyes. Pse në 3 e 1 minutë mesit ky nuk u hiçka? Dhe në 3 pa 1 minutë, pra në 3 e 1 minutë hiqet, në 3 pa 1 minutë saj praktikisht ky do ishte një rast në 2 milion. Apo në 1000. Jo, po kjo është ratio legjis. Është pra ligji këtë të thotë. Pra, në 3 muaj ti mund ta heqësh. 3 muaj përpara. Ligji thotë deri në 3 muaj. Deri në 3 muaj mund ta heqësh. Ka një koncept shumë racional para. Jo, mos ka racionalitet fare, është një konvencion, sepse në 3 muaj e 1 minutë ti mund ta heqësh. Në 3 muaj pa 1 minutë ti nuk mund ta heqësh. Pse?
Ma shpjegom. Në rastin e Kishës Katolike e thon nga pikpamja njerëzore dhe jo hyjnore, e thon individ cilët nuk martohen, cilët nuk bëhen prind për shkak të zgjedhjes që kanë bërë. Kështu që është një element që tani këtë të drejtë, pse duhet ja heqim ne këtë të drejtë? Nuk mund, profesor, unë nuk mund të ndërtoj një të drejtë duke shkelur të drejtën dikujt tjetër. Çështja është që embrioni është dikush apo është diçka. Këtë thot është një pyetje që një miku im një herë në një konferencë ka bërë, ka thënë, ky embrion është dikush apo është diçka? Çështja është këtu, profesor. Pra, thelbi është këtu. Ne e shikojmë këtë thjesht një materie apo e shikojmë si një person? Nëse e shikojmë një materie, pse 3 muaj pa 1 minutë që ka materie dhe 3 muaj 1 minutë që ka njeri. Ky është konvencioni, domethënë, atëherë është i bazuar, janë bërë dhe studime shkencore jashtë, padyshim se nuk është arbitrare, domethënë kjo është çështje që janë ka probleme të antropologjisë, të mjekësisë etj. Pra çështja që qen nga njeri dhe ligji që nga një konvencion. Tani, çështja është si mund të ndërtojnë të drejtën e dikujt. Por nuk si aborti, nuk themi që shoqëria që bën aborte është e mirë dhe ose të bësh aborte. Jo, përkundra se shoqëria moderne thotë që të planifikosh, që të shmangim 7 zanime para kohës. Çështja e drejtës, arritja e drejtave, sepse këtu jemi. Si mund të ndërtojnë të drejtën time duke shkelur të drejtën e një tjetri? Me ligj. Për të jetuar. Me ligj. Ha? Shoqëria civile ka ligj, i përcakton, i gjykon dhe merr vendime. Që ka një ligj selektiv dhe racist, që mu më lejo ka me jetu si nan, ose si baba, dhe këtë person tjetër e shkel ka ky ligj. Pra, ky që ka një ligj anti-njeri. Po ti pse duhet detyrosh unë ta mbaj një fëmijë i cili mund të jetë rezultati një aksidenti seksual, i një dhunimi, një përdhunimi, ku diun, që mund të kesh shumë fëmijë dhe prapë sipas Kishës Katolike ka qenë vullnet rinjor përderisa. Jo, Artur, mos ti se gaboj mund korrigjoj. Po të korrigjoj, mos ti simplifikojmë gjërat. Vullnet hyjnor, një person që është përdhunu, nuk është vullnet hyjnor. Përdhunimi është diçka e keqe si akt. Por pse duhet ta mbaj? Por ngjizja që ndodh aty është diçka, pavarësisht nga përdhunimi, aty është një mrekulli që ndodh. Pik. Okej, është sigurisht nuk do ta bëjë rezultante, por një element tjetër që është shumë social për të arritur në mbyllje. Sigurisht ju, profesor, vazhdimisht i referoheshit faktit që shoqëria ka nevojë për institucionet e kultit. Dhe sigurisht që institucionet e kultit ekzistojnë materialisht aty ku janë, me praktikantët e tyre, por duhet të ekzistojnë në komunikimin e pjesës tjetër të shoqërisë. Në këtë rast hyn media. Si e gjykoni, do u pyes ju, Dom Gjergji, raportin... Se unë fola shumë dosha për su. Jo, për t'i shkëmbyer të dyja. Raportin që i ofron shteti shqiptar institucionet të kultit për të komunikuar me publikun. Për shembull rasti i TVSH, sa e ofron një komunikim të tillë. Rastet e televizioneve private, rastet e gazetave të shkruara. Sa e ofrojnë dhe si e ofrojnë, sipas mendimit tuaj? Dhe padyshim dhe si do ta gjykoj sociologu për nevojën që vazhdimisht e përmendi. Institucionet fetare janë të domosdoshme për një shoqëri. Unë kam pak përvojë në këtë fushë sepse jam marrë me kohë me mediat gati qysh se kam filluar punën time si meshtar. Tani u bë 2 vjet që kam edhe një detyrë zyrtare në marrëdhëniet me mediat dhe si zëdhënës shtypi i konferencës i peshqvorë të Shqipërisë. Përgjithsisht mendoj që ka një aspekt objektiv që është ky televizorët janë të interesuara për lajmin fetar në përgjithësi. Në 95%... E zauron të tërën lajmi fetar? Në 95%... Një kronik që u bë mesha filan, po themi filozofia fetare, sa rinke shoqëria. Në 95% të rasteve, është televizori që e kërkon lajmin fetar në rastet e festave të mëdha. Edhe mbaron. Pra, kjo është aspekti objektiv. Televizori shtetëror, edhe ai kryen obligimet e veta, i kryen obligimet në rastet e pjesa tjetër pastaj mbetet aspekti, do të thoja, i marrëdhënies që çdo komunitet ka pastaj me media dhe mënyra se si unë si zëdhënës shtypje dhe si person zyrtar bashkë me shumë kolegë të mi kemi një marrëdhënie shumë të mirë me shtypjen. Kuptimin që kemi një përgjigje kur ne jemi ato që duam që lajmi të paraqitet. Në përgjithësi kemi kontaktet tona, japim hapësirat
që të merren intervista, që të ftohen persona, që të merret një moment, një kështu. Dhe këto dy aspekte mundohemi deri tani, tash, kemi pas një marrëdhënie shumë të mirë me Shtypin, ka pas aty këtu në këto 20 vjet edhe momente tensioni nga një herë, por do të thoja përgjithsisht si Kishë Katolike kemi një marrëdhënie të mirë me Shtypin, a mund bëhet më shumë? Sigurisht mund bëhet më shumë. Okej, i referohet përgjithsisht për sa arrita unë të kuptoj informimin në raport me eventet fetare. Po unë ju referova nevojës që ju, profesore, përmendët vazhdimisht, shoqëria ka nevojë për institucionet fetare, për fen. Sa funksionale është në rastin shqiptar? Ky është një problem shumë i madh. I fundit për nga radha që i erdhi për ta diskutuar, por shumë i rëndësishëm për nga funksionet. Unë e thash pak përpara që feja është nga institucionet e sigurisë morale, domethënë jo vetëm dhe ajo që unë kam shtruar vazhdimisht në këto artikujt e fundit dhe disa të tjerë që do i botoj këto ditë, është ideja për një konceptim të re të rolit të fesë, jo vetëm në kuptimin doktrinar të saj, jo vetëm në kuptimin ideologjik, po themi, po përdor termin interaktiv të saj me shoqërinë, pra me familjen. Po, ka nevojë jashtëzakonisht të madhe pikërisht për shkak se intensiteti i problemeve sociale në shoqëri është jashtëzakonisht në rritje. Dhe ajo nuk përballohet dot kurrë vetëm me institucionet sociale. Sigurisht institucioni i parë që duhet përballojë problemet sociale është familja, po e themi aty është ku duhet zgjidhet gjitha problemet që ka aty. Por ja që kjo që nga jeta, që jo të gjitha problemet mund të zgjidhen brenda familjes, sepse do kemi dhe gratë vetmuara, dhe gratë dhunuara, dhe të divorcuara, dhe të moshuar pa përkraje, dhe fëmijë që lindin jashtë martese. Pra kjo është bota, kjo është jeta, i ka të gjitha problemet sociale. Në këtë kontekst kam përshtypjen që kontributi i institucioneve fetare në Shqipëri në aspekt të ndërtimit të këtyre institucioneve, pra për një kontribut të drejt për drejt, kapilar, për shtresat në nevojë, ende nuk është atje ku duhet. Edhe Kisha Katolike, edhe ortodoks, edhe muslimanët japin në mënyra të ndryshme kontributet e tyre. Po të sill vetëm një fakt, kontributi i motrave të Nën Terezës në Shqipëri është unikal, i jashtëzakonshëm. Për gratë, për të moshurit, vetëm po ju them që dy institucionet fetare sa flasin mediat për një gjë të tillë. Kanë folur. Nuk e kanë shumë qejf ato këtë gjë, nuk e duan këtë gjë. Nuk e kanë shumë qejf. Po ju them që dy institucionet që për të moshuarit që kanë ngritur motrat e Nën Terezës janë të mrekullueshme dhe atje ne çojmë të moshuarit janë në gjendje fare kritike, si thua. Që mund të jenë të abandonuar nga fëmijët e tyre. Jo të abandonuar, kemi dhe në institucionet tona shtetërore, publike edhe komunitare. Ata janë dhe një gjendje të rëndë shëndetësore, pra në një farë mënyrë ata kërkojnë një shërbim super special që vetëm motrat e Nën Terezës me atë shpirtin e tyre mund ta bëjnë dhe e bëjnë në mënyrë me altruizmin e tyre pa pasur asnjë lloj paragjykimi. Apo kemi në Elbasan një institucion tjetër prapë nga motrat e Nën Terezës, e tjerë ka në Shkodër janë shumë, jashtëzakonisht shumë institucione fetare, jashtëzakonisht shumë që japin kontribut. Çështja është që në disa vende të ndryshme siç është Çekia, Hungaria, apo po marr vende ish komuniste, Jo, po marr vende ish komuniste. Këtyre, se ato Italitë këto lëri pastaj ajo është ka vende ku ato japin deri 70% të shërbimit total social. Domethënë, në një farë mënyre, nuk janë vetëm të mbyllur në për katedrale apo në për xhamira tjere. Sigurisht ato janë institucione kulti dhe janë të domosdoshme të funksionojnë dhe sa më mirë tjetë e mundur. Por qytetari koha moderne kërkon që të ndihet një impakt më i madh në pikpamje jo vetëm spirituale, jo vetëm për të mbushur shpirtin, por me sa duket institucionet fetare kanë kapacitetet që të ofrojnë dhe shërbime më prozaike, më të nevojshme për jetën shoqërore. Unë besoj që është diçka e munguar, nuk jam unë ai që e vendos, as që e imponoj, as absolutisht jo. Unë mund të sjell faktin në një bisedë të javës që shkoj me imamin Elvis Naçi, ishit parashikuar të ishit dhe ju profesor për përshkaqe praktike nuk erdhët dot, ja ku jeni sot dhe ju falenderoj. Solli në vëmendje të opinionit publik, të politikës redaksionale të këtij televizioni, faktin që demonstrohen kanale sipas tij programe të pamoralshme. Dhe televizionet, duke referuar atij publik dhe atyre private, nuk ofrojnë hapësira të kulturës fetare, të predikimit fetar. Sigurisht duke patur një, po themi, një ekuilibër midis tyre, sepse në rast se do t'i referohemi eventeve fetare, mjafton kujtojmë që shkon një titullar politik, edhe media do t'jetë.
Nuk e di nëse, po të mos ishte titullari politik, do t'ishte media në meshat që ndërtohen. Televizori është komercial. Televizori. Po shteti nuk është komercial, shteti nuk prodhon. Shteti është instrument rregulator. E tham përpara, distanca, shikoj, çështja e fesë është çështje s'parish çështje private. E tham edhe një herë. Dhe natyrisht bëhet në institucionet e veta të kultit. Që është private, por edhe besoj që nuk mund t'i japësh më shumë se ç'duhet vend dhe rol në media. Nuk e di. As në përvendet e tjera të botës, nuk shikojmë që të hapësh televizionin dhe të shikosh ku diun. Ato kanë caktuar në kanalet publike në Itali, ka orë të caktuar kur është po ka evente fetare kur në Itali çdo të diel të ofron raj, çdo të shtunë dhe të diel, paditërisht ka një hapësirë raj që e Raja dhe Mediaseti që e ofron për kishën katolike, po sigurisht. Unë ajo që mendoj që komercializimi, konsumizmi bën këtë që të jepet mall për konsum. Edhe shpeshherë këto që imami ka qytë programet pamoralshme, shpeshherë janë gjëra që konsumohen më shumë dhe më shpejt. Edhe kjo është kërkesa, ajo është oferta. Gjërat fetare janë gjëra që kanë nevojë për përtypje. Edhe nuk është se konsumohen aq shpejt dhe aq kollaj. Prandaj që kërkesa mund të jetë edhe më e vogël. Përvoja perëndimore sjellet që ka dhe televizore që janë të ndërtuar nga institucionet fetare dhe japin informacionin e tyre. Në Shqipëri ka televizion ndërtuar? Jo, ne kemi vetëm një radio, që është Radio Maria, e cila ka një përhapje shumë të gjerë në Shqipëri, në të gjithë territorin, edhe ajo është një radio 24 orë, vetëm gjëra fetare. Ka disa televizore private në pjesën veriore në Lezhë, më duket, por edhe në Shkodër që japin rregullisht çdo diel meshën, emisionet, gjërat. Kështu që mund bëhet gjithmonë, mendoj, institucionet e veçanta fetare mund të kenë kontrata me televizore të ndryshme. Në fakt këtu do dalim konkretisht. Ne patëm një kërkesë konkrete nga imami në fjalë, i cili mbulon një detyrë në komunitetin musliman. Sigurisht ne jemi institucion laik dhe jemi të hapur për gjithë, dhe do ta bëjmë në mënyrë të organizuar me konceptim redaksional një hapësirë për komunitetet fetare në fund të javës me një minutazh të caktuar. Sigurisht unë i premtova në transmetim direkt imamit që do ta konsumoja mundësinë e këtij realizimi me investitorët e televizionit, të cilët parimisht janë dakord, do komunikojmë edhe me juve, me Kishën Katolike dhe po themi me janë 5 komunitete mos gaboj fetare të njohura zyrtarisht nga shteti shqiptar. Është një gjashtë që po përgatitet. Përgatitet një komunitet tjetër fetar i gjashtë, përveç atyre janë tashmë janë njohur. Edhe komuniteti hebreu është një njohur zyrtarisht. Atëherë janë 6. 6 atëherë. Okej, me 6 komunitete ne do të ofrojmë një hapësirë për t'i ofruar përveç të gjitha programeve, le të jetë dhe një komunikim i shoqërisë me institucionet e kultit, me një minutazh të caktuar, me një program i cili padyshim nuk do të shkeli ligjet shqiptare, por do të komunikoj atë në mënyrë transparente. Ligjet shqiptare nuk i shkel feja, mos keni merak, domethënë. S'keni pse ta veni këtë klauzol, domethënë që mos më shkel ligjet shqiptare. Ishte shaq. Sigurisht sa ka dhe për ta relaksuar bisedën, por padyshim thash po e themi në online për gjithë ata që na ndjekin, pra në transmetim direkt, që është ky vullnet i politikës redaksionale në nesër të në një të ardhme, besoj të shpejt, mund të bëhet realitet për gjithë ata cilët kanë interes për kulturat fetare të ndryshme që janë në Shqipëri. Komunikim interaktiv, do të mendojmë mënyrat dhe forma si të realizojmë në të mirë të shoqërisë, në të mirë të publikut. Ne jemi instrument, nuk ngatrojmë pushtetin me shtetin. Ne jemi instrument shtetëror dhe sigurisht mund t'ju ofrojmë një informacion plus atyre që i gjeni kudo. Sot, ndërkohë që në televizionet tjera ka patur debate politike për temën më të nxehtë të ditës, ne komunikuam me ju nëpërmjet Dom Gjergjit dhe profesor Gzim Tushit për instrumenta të rëndësishëm të themeleve të një shoqërie, të themeleve të familjes dhe sigurisht të individit. E bëjmë në mënyrë modeste, por konstante një gjë të tillë. Kemi gjë për të shtuar për tema, sigurisht janë pafund ato që ne diskutojmë, do besoj për sot. Për kësaj radhe ballësh. Po mendoja një ditë që në këtë kohë krize ekonomike po dëgjojmë që të gjithë krerët e shteteve flasim një fjalë, sakrificë.
duhet të bëjmë sakrificë. Ju do ta interpretoni semantikën e fjalës. Jo, po është interesante që të vi fjala sakrificë nga ekonomia, është shumë interesante. Mund të quhet disiplinim, por fakti që nuk mund të ketë shpëtim edhe dalje nga kriza jashtë sakrificës është shumë interesante. Është japësh edhe vetja, bëhesh altruist, pra në një farë mënyrë bëhesh fetar, drejt. Okej. E mbyllim, ju falenderoj zotërinë të nderuar që ishit me mua dhe me televizikuesit e Nesër TV. Nga unë Artur Nura, mirupafshim në emisionet e ardhshme.